Vëllezër, ata të cilët do të kalojnë mbi urën e Siratit, do të jenë 4 kategori njerëzish. Edhe këto njerëz do të kalojnë bazë veprave dhe besimit që ato kanë patur në këtë botë. E transmeton Ebi Saidi el-Khudri radhiyallahu anhu thotë se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë se do të vendoset kura Siratit mbi zjarrin e xhehenemit, edhe aty do të ketë ganxh ose do të ketë grepa të cilët janë prej gjëmba hekuri dhe thotë do të kërkohen njerëzit që të kalojnë në këtë moment në urën e Siratit. Por thotë profeti alayhi salatu wasalam do të ketë njerëz që do të shpëtojnë, e dyta thotë do të ketë njerëz të cilët do të plagosen, por prapë do të shpëtojnë, dhe treta do të ketë njerëz të cilët do të pengohen, do të qëndrojnë mbi urë dhe nuk do ta kalojnë, pra do të qëndrojnë, dhe katërta do të jenë njerëz të cilët do të rrëzohen dhe do të vinë poshtë. Pra, ky hadith na tregon se në urën e Siratit 4 kategori njerëzish do të kalojnë. Kategoria e parë janë ata njerëz të cilët për shkak veprave të mira dhe besimit të lartë që patën ndaj Zotit Xhelle Xhelalu do të kalojnë. Dhe këto, edhe pse këto do të kalojnë dhe do të shpëtojnë, dhe këto do të kalojnë në bazë gradave të tyre. Prandaj ka ardhur hadith që do të kalojnë, do të ketë prej tyre që do të kalojnë me shpejtësinë e dritës, me shpejtësinë e kalorësit, me shpejtësinë e një njeriu që shkon apo vrapon e tjerë, të cilët na tregon profeti alayhi salatu wasalam hadith. Kur thot profeti alayhi salatu wasalam, yeridu an-nasu thumma yasuruna minha bi a'malihim. Thot njerëzit do të fillojnë do të kalojnë në ditën e Kiametit në urën e Siratit dhe mbas veprave të tyre ata do të kalojnë urën e Siratit. Dhe thot i pari i cili do ta kalojë këtë urën e Siratit do të jetë me shpejtësinë e dritës, pra me shpejtësinë e asaj dritës së shkretëtirës. Pastaj thot do të jetë i dyti me shpejtësinë e erës, dhe i treti do të jetë me shpejtësinë atij kalorësit, dhe i katërti thot profeti alayhi salatu wasalam do të jetë me shpejtësinë e atij njeriu i cili është në kafshën e tij dhe ecën normal, kurse tjetri do të jetë me shpejtësinë e atij personit i cili turret, kurse i gjashtit thot do të jetë me shpejtësinë e atij njeriu që ecën normal. Pra, këta kategori njerëzish që do të shpëtojnë, por do të shpëtojnë dhe me këtë lloj grade sipas besimit dhe veprave të cilët kanë bërë në këtë botë, ata do t'i ndihmojë kjo vepër në ditën e Kiametit që të kalojnë me shpejtësinë dhe mbas veprave që ata. Kurse kategoria e dytë janë ata njerëz të cilët plagosen, ose këto xhengela godasin trupat e tyre dhe ose i marrin premishit të trupit të tyre. Edhe këto plagosen, por përfundimi është se ata do të shpëtojnë, sikur se ka ardhur hadith ku profeti alayhi salatu wasalam thotë: "Wa fi hafetay sirat kalalibun mu'allaqa", dhe thotë në dy anët e urës Siratit janë ato grepa të cilët janë të vendosur dhe të varur mbi dy anët e urës Siratit, të cilët janë urdhëruar që të marrin atë që Zoti dëshiron dhe ta tërheqin. Por thot në këtë do të ketë atë pra atyre njerëzve të cilët do të plagosen prej tyre, do të goditen, por thot do të shpëtojnë, pra nuk do të bindeten. Kurse kategoria e tretë e këtyre njerëzve do të jenë ata njerëz të cilët do të pengohen. Pra do të futen në urën e Siratit, por nuk do të kenë mundësi të largohen, pra ta kalojnë, pas nuk do të binden dot, pra do të qëndrojnë dhe do të pengohen. Ky është moment normalisht kritik për ta njerëz. Këtë moment merrit të cilët ata shijojnë edhe nxehtësinë e urës Siratit, errësirën e kësaj ure, dhe në të njëjtën kohë shohin se si njerëzit bien apo plagosen në këtë moment. Ka ardhur hadith profetit alayhi salatu wasalam për këta njerëz kush janë? Thotë janë ata njerëz thotë profeti alayhi salatu wasalam: "Wa man rama musliman bi shay'in yuridu shay'nahu bih habasahu Allahu ala jisri jahannam hatta yakhruju mimma qala." Thotë profeti alayhi salatu wasalam: ai person i cili e akuzon muslimanin me diçka që nuk është e vërtetë, por e bën vetëm për ta fëlliqur atë, Allahu këtë njeri do ta pengojë në urën e Siratit dhe nuk do të shpëtojë prej kësaj ure derisa dali ky mëkat prej këtij njeriu. Do të thotë dietar derisa dali ky mëkat prej këtij njeriu, që do thotë
Në këtë moment ai mund të torturohet, pra mund të ndjej atë shijen e këtij mëkati, këtij dënimi, pasi të pastrohet, pastaj kalon për në xhenet. Kurse kategoria e katërt e këtyre njerëzve të cilët do të kalojnë mbi urën e Siratit, janë ata të cilët do të rrëzohen dhe nuk do të kenë mundësi ta kalojnë këtë, të cilët këto çengela apo këto ganxha të cilët janë prej gjemi do t'i tërheqin dhe do t'i vendosin në zjarrin e xhehenemit pranar. Ka ardhur hadithin e profetit alayhi salatu wassalam kur thotë yahmilu an-nasu ala sirati yawm al-qiyamah, do të mbarten njerëzit në ditën e kiametit në urën e Siratit dhe do të ketë prej këtyre njerëzve që anët e urës do të kthehen dhe do të shkunen, pra do të rrëzohen këta njerëz në zjarrin e xhehenemit. Dhe thotë profeti alayhi salatu wassalam, dhe Allahu në këtë ditë do të shpëtoj me mëshirën e tij atë që dëshiron ai xhelle xhelaluhu. Pra vëllezër, kjo gjë na tregon ose këto hadithe na tregojnë për të merrin e këtij momenti ku njerëzit do të kalojnë në urën e Siratit. Kjo na tregon se ky moment secili prej besimtarëve, pra secili prej njerëzve do ta kalojë. Pra ky është moment i reflektimi, është moment që secili prej nesh që shikoj veprat e tij se mbas veprave ky njeri do të kalojë. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu që të na lehtësojë në lëvizjen dhe kalimin në këtë urën e Siratit. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu që të na garantojë edhe dhe na japi garanci që ne do të shpëtojmë dhe do të jemi prej banorëve të xhenetit. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.